Rasti I fundit në gjykatën e Tiranës nxjerr në pa mënyrën se si sistemi I drejtësisë balancon mes dyshimeve për shkelje ligjore dhe të drejtave individuale të personave nën hetim. Në qendër të çështjes janë Rigers Sheqeri, Pandeli Carapuli dhe Erilion Papa, të cilët dyshohen për përfshirje në një ndërtim pa leje në zonën e Farkës. Fillimisht, gjykata vendosi masa më të ashpra sigurie, duke pezulluar nga detyra Sheqerin dhe Papën dhe duke ndaluar daljen jashtë shtetit për Carapulin. Por vetëm pak ditë më vonë, gjyqtari Gentian Jaholli vendosi t'i zbuz këto masa, duke I konsideruar ato jo proporcionale në raport me rrethanat dhe fazën e hetimit. Sipas vendimit të ri, të 3 personat do të hetohen në gjendje të lirë me masën detyrim për paraqitje. Gjykata argumenton se provat kryesore janë mbledhur tashmë dhe nuk ekziston rrezik I prishjes së tyre apo ndikimit mbi dëshmitarët. Për më tepër, u theksua se të 2 zyrtarët kanë lidhje të forta familjare dhe profesionale në vend, duke ulur mundësinë e shmangjes nga drejtësia. Në rastin e biznesmenit Carapuli, edhe pse u pranua një rrezik potencial largimi për shkak të gjendjes së tij ekonomike, gjykata vlerësoi se ky rrezik mund të menaxhohet me masa më të buta. Vendimi ka ngjallur diskutime, pasi prek një çështje të ndjeshme, raportin mes luftës kundër ndërtimeve të paligjshme dhe garantimit të drejtave të individëve gjatë procesit penal.